Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 33 vjeçe dhe prej disa vitesh jam e verbër. Ka qenë një rrugtim që nuk e kam zgjedhur vetë. Nuk kam lindur kështu. Dikur shijaj gjithçka, ngjyrat, fytyrat, dritën e mëngjesit që hynte nga dritarja, rrugët e qytetit, njerëzit që kalonin pranë meje. Të gjitha ato që dikur i merja si të mirëqëna, sot janë vetëm kujtime. Humbja e shikimit nuk ndodhi brenda një dite. Erdhi ngadalë, pothuajse pa e kuptuar. Fillimisht fillova të shoh më pak qartë, pastaj dritat u bën më të zbehta, fytyrat më të paqarta, derisa një ditë kuptova që errësira kishte mbetur përgjithmonë. Ajo periudhë ishte më e vështira e jetës time. U mbylla në vetvete, nuk doja të flisja me askënd. Nuk doja të dilja, nuk doja të pranoja realitetin tim të ri. Çdo gjë më dukej e padrejtë. Më dukej sikur më ishte marrë një pjesë e madhe e jetës. Më mungonin gjërat më të vogla. Të shija fytyrën e nënës, të shija veten në pasqyrë, rrugën pa pasur frikë, por me kalimin e kohës ndodhi diçka që nuk e prisja. Fillova të ndjej ndryshe. Në fillim ishte e çuditshme. Dëgjoja më shumë. Zhurmat që më parë nuk i vija re tashmë më dukeshin të forta dhe të qarta. Fillova të dalloj zërat e njerëzve vetëm nga mënyra si flisnin. Prekja u bë shumë e rëndësishme. Me duar fillova të lexoj botën, të dalloj forma, temperatura, detaje që më parë nuk i kisha menduar kurrë. Edhe aroma u bë më e fortë. Mund të kuptoja praninë e dikujt vetëm nga parfumi, nga ajri që sillte me vete. Dhe dal ngadal, fillova të kuptoj diçka të thellë. Nuk po humbisja gjithçka, po mësoja një mënyrë tjetër për të jetuar. Kjo ndryshoi edhe mënyrën si i përjetoja marrëdhëniet. Para se të humbisja shikimin, ndoshta isha si shumë të tjerë. Shikoja pamjen, mënyrën si dukej dikush, detajet që syri kap me një herë. Ndoshta edhe gjykimet i bëja më shpejt. Por tani gjithçka ishte ndryshe. Kur jam pranë dikujt, nuk e shoh. E ndjej. Ndjej mënyrën si afrohet, frymarrjen e tij, tonin e zërit nëse është i qetë apo i tensionuar, ndjej duart nëse janë të sigurta apo të pasigurta. Ka një thellësi që më parë nuk e njihja. Një lidhje që nuk kalon nga syt, por nga ndjesitë. Mbaj mend herën e parë që e kuptova këtë ndryshim. Isha me dikë që më qëndronte pranë atë periudhë të vështirë. Nuk ishte diçka e planifikuar. Thjesht njëri që më trajtonte me kujdes pa më bërë të ndjesha ndryshe apo e dobët. Kur ishim pranë, ndjeva diçka që nuk e kisha ndjerë më parë. Jo më shumë sipërfaqe, por thellësi. Çdo gjë ishte më e qartë, më e pranishme. Nuk kishte shpërqendrime, nuk kishte pamje që të tërhiqnin vëmendjen. Nuk kishte krahasime. Isha thjesht unë dhe momenti. Dhe e kuptova. Po, nuk shija më, por ndjeja më shumë. Shumë herë më shumë. Kjo nuk e bën jetën time të lehtë. Ka ditë të vështira, ka momente ku do t'jepja gjithçka për të parë edhe një herë dritën, për të parë fytyrat e njerëzve që dua, por ka edhe momente ku ndjej një thellësi që ndoshta nuk do ta kisha njohur kurrë ndryshe. Sepse kur nuk ke më pamjen, mbetesh vetëm me të vërtetën, me ndjesitë, me emocionet, dhe ato janë shumë të forta se sa dukja. Sot nuk e quaj më veten të verbër, sepse nuk jam vetëm ajo që më mungon. Jam edhe ajo që kam fituar. Një mënyrë tjetër për të ndjerë jetën. Një mënyrë më të thellë për të përjetuar afërsinë, lidhjen, praninë e dikujt. Dhe ndonjëherë mendoj që ndoshta drita më mësonte të shija botën, por errësira më mësoi ta ndjej atë.